jemi ma tepër për qeverinë edhe pse po na kritikojnë. Përgatën, po thonë ju jeni ma tepër për Albinin, jo. Ndryshimet pishojnë ma tepër me Albinin. Ato që e ka bo mirë, ka vepru mirë, bravo i koft. Bravo i koft. Unë për veti s'kom guxu as me këqyr, qëtu banoj, qëtu. Në balkon me dalë me këqyr pjesën verior, thësham gjujnë me snajper, ka shedi që smet. Ekstra kemi ardha? Ekstra kena me ardhë. Veç për votime. Miljarët? Krejt me familje. Me familje kena me ardhë me votu. Mirë. Ka përna vjen? Qysh po mendon ka? Ka. A jeton këtu? A jashtë jetojna. Unë qysh i ndjej këtat jashtet, i marrë ves që janë. Për jashtet. Jo, Ja këtë. qëllova dhe vetë, na? I ka dojën? Luksemburgut. Luksemburg. Sa viti jeton atje? Një kohë gjatë. Gjermani, me familje, me krejt jemi atje. A më tërgan, kime qëndru këtu sa? Kena me qëndru dhe pak dit. Pak dit, e? Po, jemi ardhë me bo një vizit, pushim, vizit familjare. Vizita kene ardhë që me votu? Vizit familjare, ma tepër familjen me vizitu. Për votime njëherë, jo. Pse? Normal, nuk po na premton koha për shkak të pushimeve, po edhe me gjithë qef këshëm pas qef edhe me pas mundësi me votu. Edhe të do mundësia, këshë mujtë marrë prapë me votu? Po gjithë qysh, me gjithë qef. Se po shohim që ka pak. Premtime shumë, realitet kur qajqë. A të që kjo qeveri që është në largim? Me tregun drejtën, jemi ma tepër për qeverinë edhe pse po na kritikojnë neve të hujve, po thonë, neve të hujve. Kini bensin të uja, ashtu. Ne që po je mërgatën, po thonë ju jeni ma tepër për Albinin, jo kështu, po ndryshimet pishojnë ma tepër me Albinin, sidomos pjesën veriore. Nuk kemi pas mundësi as me shku me vizitu pse kemi të familjes, kemi familjar. Ndryshimi është tepër i madh, po dikush për mohon ato sende, çka nuk munden më mohu. I shohim, lirë, normal që policia duhet me qenë se nuk është gjithë mundet me ndryshu e skalu situata. Ka mundësi, se gjithë shka pritet prej dikuj që nuk ta don të mirën. Mirë po prapë se prapë. Jemi ma tepër të kënaqur me qeverinë e Kurtit. Ju bo edhe një kong nga Edon Allaloshi, deputetit që ka është për herë dytë të u dalë. Sa u dulë të njerët pse për zgjalli mi bo kongës. Qështë e pritet ju? A e meriton një kong mjago? Me tregun drejtën e meriton. Meriton, sidomos mërgata kur e shohim, sidomos kur i shohim sendet që kanë ndryshime, se i dallojmë ne ma tepër. Kur je prej një prizme, kur je prej një kandi tjetër, i dallojmë sendet ma tepër se sa persona që po jetojnë këtu. Sidomos me atë thonjën, në qofë se në ashensor, udhëton me ashensorin nuk e vren që jenë lëvizje, po në qofë se vetëm një pikë koncentrosh e shet që po lëviz ashensori. Ka, do të thot që ka ndryshime, po tash ndryshimet nuk mundën më botë, me një, për 4 vite. Po tash janë problemet shumë të mëdha. Është problemet ekonomike, janë ato papunësia, ato po vrehen, s'munden. Secili shtet ka probleme. Po ata janë shumë më tepër përpara se na, me ekonomi. Gjitha kanë probleme. Gjermania sidomos me intervestu Gjermant, vesh që thë një fjallë ullët, dush me ullë dhe me faculet, mi fshilot. Se ankohën, ka ankesa, ka pa regullësi, e tash krahasimi Gjermanisë me Kosovës, po është vendi të shku për para. Një diçka që ka po flitet për shumë për mërgatën, po thënë, ata i kanë vetë sandet mirë atje, po vinë këtu të na, edhe dhe më thënë, pa i ditë heq, po na marrin qafët e neve, po votojnë dikon që se meriton. Që shpeshini këta ju? Nuk është e vërtet, me tregu kështu në drejt, se edhe na nuk i kemi punti, hiq ma mirë atje. Qëllimi, kur të shojmë që këtu është të përparu
e qëllimi jonë është me përparu vendi ytë, shtëpia jote. Se na prapë se prapë shkojmë punojmë, po këtu kem qef me ardhë, me investu njerëz që janë tepër të kvalifikuar për çdo lami. Jo thonë janë pa shkollë, i përcjellin debatet, thonë jo janë të pa aftë, jo nuk janë orator, jo janë do etiketa që rregull, unë e pajtona që ka dhe prej atyne. Unë për shembull si i ri për shkak të problemeve përpara të ushtrisë, se ato që kanë qenë, jemi detyruar për me u largu. Mirë po edhe qashtu pa shkollë nuk jemi. Se edhe dim me vlerësu njerëz që të punojnë për Kosovën. Edhe dim ku i na mja dhon votë, nuk është pse dikush del edhe e formulon një tekst. Jo do të rregullojmë këto. Si shembull më i mirë kjo ora këtu që është kjo Bing Beni. Në kish ardhë, masi kemi anën tjetër që banojnë, në kish ardhë tepër i natë, kur ora është aty, nuk funksionon. E pse ndërton kur si në gjendjen për mirëmbajtjen e orës. Që kjo të Isa Buletini këtu. E ka shumë sende që ka ndërtu nuk funksionojnë. Për shkak të votimeve, nuk po di tash ato prapa vijat, s'po di qysh është ndërtu ora, shikoni aty ora, nuk funksionon as një pjesë, 4 andë, as nuk ka mirëmbajtje, as nuk ka para votime, ndoshta afrohen, ja ato akrepat, ja fshin pak edhe. Po kryetari i ri që e mor mandatin, sa ju pëlqej Faton Peci? Apo në kipër kryetari? Unë nuk di veç kam një fjalë të mira që është punëtor. Po edhe për atjet ai Arjan Tahiri më duket. Arjani edhe për ta kanë folë shumë fjalë të mira, po të shohim. Pas të mirë. Po të shohim cili tash është do të del më punëtor. Problemi nuk është te personi, problemi është te puna, sa punon. Se kem problem, është PDK, është LDK, është AK, është punëtor, është punëtor, a punon, a ndërton. Kjo është patriotizëm kur të sheh që njerëz nuk i shën rrugë që kanë nevoja ekonomike, i sheh njerëz që angazhohen për punë. E kjo është se çka folet e qysh me kravata, me ato eskortat, me truproje, Allah me tregu në drejtën, nuk s'qam pesh. Puna, investimi. Sa ka punu, më tanë kërënisi Kurti këto detyrën sa ka qenë 2 mandate? Për mu, për pjesën veriore po flas, për pjesën veriore, tepër. Beson. Po tash dikuj na spikon venot. Për kritikohet, s'ka punu. Beri për thotë vetë. Apo tash thoj një fjalë popullore, mbrapa kalit mirë, qohët pluhën. Se ke po, ai fuqishëm edhe vrapon edhe, tash dikush për e nati, dikush, nuk di, unë për veti, kur njerin nuk më pëlqen, nuk e du, po ato që e ka bo mirë, ka vepru mirë, bravo i koftë, bravo i koftë. Unë për veti s'kom guxu as me këqyr, qëtu banoj, qëtu. Në balkon me dalë me këqyr pjesën verior, thë sham gjujnë me snajper, ka shedi që ka bohet. Ta është delirisht. Aj, policia duhet me qenë. Duhet me qenë. Shko deri në kufi, shko, s'ki me pas problem. Kur problem s'ki. Mund është me shku dhe në pjesën veriore ku e kanë bazën, po me ndoj në për spitale, në qofë se do në kshila prej tyne, apo kupton, s'ki me pas problem. Unë s'kom një që kam pas problem. Gjithë qytetarët kur kemi pysë, janë të kënaqur me ndryshimin. Mas mirë e din ata që jetojnë atje. Mundi me bo intervistat e ata, këj më halën e Boshnjakëve, ki më ndi atyr vendbanimet aty afër urës aty janë shqiptar, ata mundën mas mirë të me tregu. Intereson, a ki marrë me 28 djetor me votu Albin Kurti? Kismet. Ekstra ki marrë, da? Ekstra kena me ardhë. Veç për votime. A keni marrë kërët familja veç ti? Krejt me familje.
me familje kena me ardhë me votu. Tash po na kritikojnë, po thonë jo, po vini po jepni votin, po ikni atje, i keni standardet, i kemi. Me sa kon fol, me familjare, me këtu, ka ndryshime, po mirë po edhe tash problemet normal, problemet janë. Unë po ta shumë kënaqësi, të uroj pushime të këndshme. Faleminderit. Inshallah shumë i prap. Faleminderit. Për i më të mirat.